Ju përshëndes nga Matera, qyteti antik, ose një nga vendet më të lashta të trojeve italiane. Matera, ky që shihni këtu pas meje, është qyteti i vjetër. E dini se sa i vjetër është ky qytet këtu? Tani po ja u tregoj. 10.000 vite i vjetër. Ky qytet që shihni këtu, të gjitha këto shtëpit që shikoni këtu kanë një lashtësi marramendse. Madje këtu kanë gjetur para pak kohësh, kanë gjetur disa gjurmë që jetonin 400.000 vite më parë në këtë zonë pikërisht këtu. Dhe tani do t'ju tregoj një pjesë të Materës, pastaj do t'ju tregoj një legjendë, sepse ka shumë legjenda, por një prej tyre do t'ju tregoj tani, sepse ky është vendi më magjik i kësaj zone. Shikojeni pak. Po ti shikoni, shtëpit janë ende si në atë kohë, të ngjitura njëra me tjetrën. Ka shtëpi që janë ndërtuar më vonë, por shikoni për shembull, ky është një shkëmb, ky që shihni këtu. Ndaj quhet kjo zona këtu i Sassi di Matera. Është ndërtuar në shkëmb. Shikoni dhe atje, këto janë shtëpit më të vjetra. Atje ishte Borgo Antico, si mund të quhet ai zemra e Materës. Atje. Gjitha ajo zona aty, siç e shikoni. Po prisni, t'ju tregoj si thash një legjend që përmendet këtu dhe lidhet shumë me diçka shumë të vjetër, do t'ja u them tani. Atëre, në datën 1 dhe 2 nëntor është festa e të vdekurve. Shumë prej jush e njohin, por dëgjoni se çfarë ndodh këtu në datën 1 dhe 2 nëntor. Në datën 1 dhe 2 nëntor, në darkë, pas orës 11 të natës, kur nuk ishte orare, sa po futej dielli, nuk lëviste njeri në për rrugë. Dhe do t'ju them se përse. Është shumë e çuditshme, Prej mijëra viteve, këtu, pas orës, me fjalë pasi hynte dielli, në aksham, si i themi ne nga anët tona, askush nuk lëviste, pra nga njerëzit e gjallë në për këto rrugë. Dhe e dini pse? Sepse duke filluar nga mesnata, këtu bëni një parad të vdekurit. Pra, sipas legjendës, të vdekurit bëni një parad dhe esnin në për rrugët e fshatit, të udhëzuar nga një, me fjalë të drejtuar, nga një tip i quajtur Eustaku. Eustaku, gjëja është një prift, si mund të quhet, sepse ekziston ende sot kjo si legjend, është një prift që ka vdekur prekosh, por udhëzon të vdekurit. Dhe çfarë bënte ky, sipas legjendës? Varrezat që janë këtu rreth 2 kilometra, 2 kilometra gjysmë nga këtu, varrezat e vjetra po flas, që nga varrezat ai vinte dhe do të përshëndeste të gjallët. Pra, të vdekurit duhet të përshëndesnin të gjallët që kishin lënë. Dhe çfarë bënin? Bënin një udhëtim qandej, pra nga ku fillonin, nga varrezat, vinin në për qytet, pra në për këto rrugë, dhe pastaj ktheheshin sërish duke bërë një version, si mund të quhet dhe këtu, një U, derisa ktheheshin edhe një herë tek varrezat, për të kthyer dhe për të fjetur, me fjalë për të qëndruar, për të futur edhe një në varreza, derisa vinte viti tjetër, gjithmonë në datën 1 dhe 2 nëntor. Pra, në gjatë kësaj parade, ata të gjithë të vdekurit, si tregojnë legjendat, lidhnin gishtin e vogël në formë qiriu, sepse gishti i vogël, duke lidhur me një fasho, ndiste, me fjalë, si mund të quhet, jo ndiste zjarrin, por shkëlqente. Pra, gishti shkëlqente, sepse para disa vite, shtuhet, me fjalë, nëse do të vinin të vdekurit një garzë në gishtin e vogël, duke si një qiri. Dhe tregohet në antikitet që dikur, pikërisht këtu, në datën 2 nëntor në darkë, është vënë re një qilim, si mund të quhet, me qirinj të ndezur, që nuk ishin qirinj të ndezur, por sikur digjeshin nga brenda. Kështu tregon legjenda, dhe që atëherë nuk dalin më njerëzit e gjallë në natën e datës 2 nëntor. Që është e vërtetë tani e bëjnë edhe në datën 1 dhe në datën 2 nëntor, që nuk dalin më në përqytet. Dhe ja lën vendin të vdekurve që të bëjnë paradën e tyre derisa të kthehen sërish tek vendi, pra në varreza. E di që për dikë këto duken si fantazira ose si
si legjenda metropolitane, por duhet të dini që pas një legjende ka gjithmonë një të vërtetë. Dhe doja t'ju pyesja juve, pse festohet kjo dita e të vdekurve? Për çfarë arsye? Shiko, edhe në Shqipëri, në toret shqiptare, ju mendoni që ndoshta nuk festohet, por ç'është e vërteta festohet ende sot. Ne bëjmë festën e të vdekurve, kur vdes njëri, për shembull, bëjmë të tretat, bëjmë të dyzetat, për shembull, dhe bëjmë vitin e njeriu. Pra, përse? Disa thonë që është për të kujtuar, por ka disa legjenda që do t'ja u them në një video tjetër, pikërisht pra për këto momente që njerëzit u përulen, ose jo vetëm për të kujtuar të vdekurit, por u përulen fantazmave. E di që dikush nga ju do thotë, por nuk besojmë në fantazma, por për fantazma flitet që prej kohërave antike. Në fakt, ende sot këtu në këtë zonë, pra në zonën e Materës, Matera Qendër, me fjalë, qyteti Qendër, është aty ku flitet ende sot që thuhet për fantazmat që ecin nëpër rrugë. Do t'ju tregoj tani disa rrugë këtu, ja një sekond. Shikoni që këto si janë. Ja rrugë, ose dhe ajo atje. Po ta shikoni janë gjithë gur. Dhe tregohet ajo që thonë që të vdekurit në datën 2 nëntor ecin mbi gur, nuk duhet që këmba e tyre të qëndroj në dhe, por mbi gur, ecin me maja të gishtave në përgur. Është e çuditshme, Dhe doja t'ju pyesja juve, kush prej jush ka qenë ndonjëherë këtu në Matera? A keni ardhur ndonjëherë? Është vend përrallor, është vend i bukur, të futesh në një tjetër dimension. Merreni me mend që këto janë shtëpi 10.000 vjeçare. Këtu jemi në Belvedere,